Qakët, ku një të moshurit në moja kanë prej forca serbe kukën, edhe këshirë ku e kanë qitë gishtin të qafa, që simbolizojnë që nëse jo keni punë me shtetin serb, kjo e prej t'juve. Kjo s'ka kry heq, vetëm i ka me të plisin të që s'ka kuk heq, ku e kanë qitë gishtin të qafa atje. Janë të rona e sa do me nalë se janë shumë të rona? Të janë po me të rona, po do të me ditë popli edhe bashkimi Evropian se çfarë ka ndodhur. Na gjithë thujnë për shembull e din Evropa çka ka bën, për shembull mund me ditë një presidentin i shteti, po nuk mundet me ditë popli i atij shteti. A ke thua gjykata Haugës domethënë që fatkeqësisht po mbon padrejtisht krajt të shtrislim të orat ka. Kur i kam thënë për shembull, kur jam taku me avokatën ashtu më thonë se për shembull i kam thënë mbi 2 mijë inqizime në gjykatën speciale, kur i ka pa atë inqizime të merrohen. Sepse si shkojnë njoftun, a e ka ditë që ka pas luftë në Kosovë, po nuk e ka ditë që bashkështu detajisht po. U bën që ky genocid në çatë promosa ka strauna. Ne kena dërguar në Hagë, edhe tash mbetet ndërgjegjën. Është rënë sa kur ti domthon për ty që krejt ato që gëzmon në Hagë duke ditë që çfarë masakra kanë kryer serbët këtu dhe po ajo është padrejësia më e madhe që ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Sepse na tek e fundit e kena bërë vendin tonë, e shtetin tonë, edhe poplin tonë që mos kena masakru fëmijë po. Po që kjo do të me ditë këtë bota që nuk ka pas të bëjmë me civilët serbë, sepse na nuk kena kanë të sulmuar prej civilëve serbë asnjëherë. O që kjo ka bën luftë për mos milomu për hap masakrat më shumë në Kosovë, me mbrojt popullin e vet as sa ka mundësi. Sepse o që kjo nuk ka pas kapacitet me shliru vendin e vet, duke marrë parasysh që ka pas shumë vullnet madh, po armatimi ka qenë shumë i dobët. Edhe s'ke mujti mi dalë tenkes për shembull me pushka ose me. Pa dash mund ndalu, po deshta mori kthyset me ta bash te rasti i maherët që tha Shajn Bushit. Është e vërtetë që një farë lule xheli që e përmendshin kanë dalë veç për shkak me të rejk vëmendjen Tiraka. Po ajo dol lule xheli dol qëllimisht sepse dikush ka marrë rast shumë pare për me qitë lule xhelin vetëm për me më largu nga fokusi i Shajn Bushit. Kush fakt ka marrë? Kush e ka qitë lule xhelin ditë? Nuk di se më ka blloku Facebooku që 3 muaj dhe për me nuk jam kon rrjet aty më sana. Po mbos njerëz e komunin që dikush e ka qitë lule xhelin, po këta njerëz do të me ditë që mu nuk në këtë rast nuk ka mujt as ambasada e Turqisë në Kosovë, edhe nuk mundet më mujt askush në drejtimin e se ka bëu përpjekje ambasada e Turqisë. Po me siguri po. Edhe nuk mundet më mujt asnjë njeri në Kosovë në rastin e Shajn Bushit. Nuk ka kapacitet kërkosh mu ndalu ose mu mujt në këtë drejtim, sepse jam i përbetun, sepse unë e kom godit rastin apo kokën më të madhe të atyre njerëzve që kanë bërë genocid në Kosovë, edhe të bashkëpunëtorëve shqiptar të ngushtë domethënë tyre. Që janë fatkeqësisht po. Edhe kjo më ka bërë mu më shumë që me punu më shumë këtë drejtim, sepse e kom godit kokën e bashkëpunëtorëve shqiptar në rastin e Shajn Bushit. Edhe jam shumë krenar që ka ardhur ky rast dhurat më shumë prej Zotit. Me vërtet. Po për rastin e Idris Recit e keni diçka interesante? Nëse bën me përmend. Po ka fakte edhe për rastin e Idris Recit tek shyrëmtarë tash do të më marr më shumë me hetues, me prokuror. Dihet kush e ka qitë në prit për shembull vetëm 11 që ka qenë Idris Recin, njëri jetën midis Skënderajit është shqiptar. Edhe besoj që do të më marr më shumë me këta tradhtar shqiptar. Ti e din kush është ai? Po sakt. Edhe mi kallëzu popullit që me kanë pa shoqërohen, me kanë pa rrin, kanë për përkrahen, adi pa këfill këtë sane, pa u pastru apo denu mbetjet serbe në Kosovë, o problem që ky shtet me të para, apo që pa hodha ti, nuk kam me pohar asnjëherë. Mbi gjakun e ty me fëmijëve të masakruar është. Po për fat mirë, ka djathtë kam edhe Besnik Krasniqi, njëri ndër ushtarët më të ri të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Përshëndes me Besnik Krasniqi për këtu i përzemërsisht. Në rastin e Shajn Bushit që kena punuar jashtëzakonisht shumë. E falenderojmë shumë publikisht. Në këtë drejtim, edhe është kraj djathtë jemi.
po tash kena bashkëpunim të ngushtë edhe me njerëz më të devotshëm, njerëz më të mirë të shtetit Kosovës që janë krye të institucioneve të Kosovës, që punojnë vetëm për gjakun e derdhur lëm në këtë vend. Po ka është rasti i rëndë për shembull sa që përmend edhe më herët edhe ti, po ka njerëz domethënë